Kombëtaria shqiptare me njëherë pas fitoris së madhe me Serbinë në kualifikuesit e Botërorit 2026 nisi punën për sfidën miqësore me Jordaninë. Trajneri Silvino në një konferencë për shtyp foli për atë përballje në nish, por edhe për miqësoren e kësaj të martë. Ndeshjen me Jordaninë nuk e shoh si miqësore, sepse në çdo ndeshje futemi për të fituar. Nuk mendoj as për një formacion apo një 11 që nuk kanë luajtur bashkë, po punojmë shumë dhe nesër në mëngjes do të kemi një 11 që do të jetë në fushë. Do të shohim edhe si kombinohen me njëri tjetrin. Kemi lojtarë që kanë 6 muaj apo një vit me ne, por kanë bërë vetëm një ndeshje. Gripshi dhe Cake më pëlqejnë shumë si lojtar, për personalitetin dhe për ato që kanë bërë deri më tani në ekip. Duke u kthyer te sfida me Serbinë, Silvino deklaroi se eksperienca në Evropian ndihmoi kuqezinë dhe se tani ai e ndjen veten akoma më shumë shqiptar. Kthimi pas ndeshjes ishte i vështirë, erdhëm vonë dhe kishte shumë njerëz në aeroport. E dija që nuk ishte ndeshje normale, por eksperienca që kemi fituar, që lojtarët kanë fituar gjatë Europianit, ndikoi që ta menaxhonim ndeshjen ndaj Serbisë. Llogaritë tona janë ndeshjet tona. Kemi 2 ndeshje të rëndësishme në nëntor. Të lumtur po. Për herë të parë Shqipëria shkon të luajë 2 ndeshje të fundit me shanse që të jetë në play-off. Është e bukur. Pas kualifikimit në Europian, ndihesha shqiptar në notën 7. Pas kësaj fitore ndihem 8.5 gati 9. Silvino më pas dha edhe një mesazh për tifozët, ndërkohë që zbuloi dhe urimin e marrë nga Roberto Mancini. Për sa ju përket tifozëve, të mbështesin kombëtaren sepse lufton me zemër, gjak dhe shpirt. Mund të humbasësh, por asnjëherë nuk i ka munguar gjaku, shpirti dhe zemra. E dim që nuk ka rrugë tjetër, përveç se të ecim përpara. Kërkojmë mbështetje në tifozëve. Pas sfidës me Serbinë mora shumë komplimente dhe urime, të gjitha të rëndësishme, por 10 ditë më parë kam pasur një bisedë telefonike me video. Ishim bashkë edhe stafi afër me Roberto Mancinin, pas ndeshjes me Serbinë. Më ka shkruar, bravo Silvio, ke bërë shumë mirë, por sigurisht të gjitha mesazhet janë të rëndësishme.